Një pacient erdhi në klinik për herë të pestë brenda 3 muajve. Koll, ethe, infekcion në fyt. Doktor, çfarë po më ndodh? Më pyeti ai dëshpëruar. Sa po shërohem, së murem përsëri. Kur fillova të pyesja për stilin e tij të jetesës, zbulova diçka që shoh shumë shpesh në këtë stin të ftohtë. Ai po bënte gjithçka gabim pa e kuptuar fare. Si mjek me përvojë disa dekadash, kam vërejtur një model të qartë. Çdo dimër, klinika mbushet me pacientë që vuajnë nga infeksionet e përsëritura, dhe shumica e tyre nuk e kuptojnë se problemin nuk e shkakton vetëm moti i ftohtë. Problemi qëndron në zakonet e tyre të përditshme që po shkatërrojnë heshturazi sistemin e tyre imunitar. Sot dua t'ju flas për 6 zakone të zakonshme që po e bëjnë trupin tuaj vulnerabël ndaj sëmundjeve, dhe më e rëndësishmja, si t'i ndryshoni ato. Por, para se të flasim për zakonet, le të kuptojmë diçka thelbësore. Sistemi imunitar është ushtria mbrojtëse e trupit tuaj. Ai përbëhet nga miliarda qeliza, organe dhe protein që punojnë së bashku 24 orë në ditë për t'ju mbrojtur nga viruset, bakteret dhe patogjenet e tjerë. Mendoni për të si një rrjet inteligjence dhe mbrojtjeje që identifikon, sulmon dhe eliminon çdo kërcënim për shëndetin tuaj. Por, këtu është çështja. Ky sistem nuk funksionon në izolim. Ai varet direkt nga zgjedhjet tona të përditshme. Çdo gjë që ham, sa flem, si menaxhojmë stresin, madje edhe temperatura e ambientit ku jetojmë, ndikon në aftësinë e sistemit imunitar për të na mbrojtur. Gjatë stinës së ftohtë, sistemi imunitar përballet me sfida të veçanta. Ajri i thatë, mungesa e diellit, më pak kohë jashtë dhe mbyllje në ambiente të brendshme krijojnë kushte ideale për përhapjen e viruseve. Por, nëse sistemi juaj imunitar është në formën më të mirë, ai mund t'i përballojë këto sfida. Nëse është i dobësuar nga zakonet e këqija, ju bëheni një shënjestër e lehtë. Le të shohim zakonet që po e sabotojnë mbrojtjen tuaj. Zakoni i parë dhe ndoshta më shkatërues është privimi kronik nga gjumi. Shumë njerëz menaxhojnë vetëm 5 deri në 6 orë gjumnatën, duke menduar se mund ta kompensojnë gjatë fundjavës. Këtu është e vërteta mjekësore. Gjatë gjumit, sistemi juaj imunitar prodhon dhe çliron citokina, protein që luftojnë infeksionin dhe inflamacionin. Gjithashtu, qelizat T, luftarat thelbësor të sistemit imunitar, bëhen më efektive gjatë gjumit të thellë. Kur ju privoheni nga gjumi, prodhimi i këtyre mbrojtësve bie drastikisht. Studimet shkencore kanë treguar se njerëzit që flen më pak se 7 orë natën janë 3 herë më të prirur për të ftohur se ata që flen 8 orë ose më shumë. Por kjo nuk është vetëm për të ftohtet e zakonshme. Gjumi i pamjaftueshëm zvoglon efektivitetin e vaksinave, rrit inflamacionin kronik dhe ngadalson shërimin e plagëve. Gjatë dimrit, kur ditët janë më të shkurtra dhe errësira bie më herët, trupi natyrisht ka nevojë për më shumë gjumë. Melatonina, hormoni i gjumit, prodhohet më herët për shkak të mungesës së dritës. Por shumë nga ne po e luftojmë këtë ritëm natyror duke qëndruar zgjuar vonë, duke parë ekrane, duke punuar ose duke socializuar. Zgjidhja: krijoni një rutinë të rregull gjumi. Shkoni në shtrat dhe zgjohuni në të njëjtën orë çdo ditë, madje edhe gjatë fundjavës. Krijoni një ambient që favorizon gjumin, dhomë e errët, e freskët, e qetë. Shmangni ekranët 1 orë para gjumit. Dhe nëse keni vështirësi, konsideroni teknika relaksimi si frymëmarrja e thellë ose meditimi. Trupi juaj ka nevojë për gjumë për t'u riparuar dhe rigjeneruar. Mos ja mohoni këtë nevojë themelore. Zakoni i dytë është ushqyerja e dobët, veçanërisht konsumimi i tepruar i sheqerit dhe ushqimeve të përpunuara. Sistemi juaj imunitar është si një makinë sofistikuar që kërkon karburant cilësor për të funksionuar. Ky karburant vjen nga ushqimi: vitamina C, vitamina D, zinku, seleniumi, proteina cilësore dhe antioksidantë të ndryshëm janë thelbësor për prodhimin dhe funksionimin e qelizave imunitare. Por çfarë ndodh gjatë dimrit? Ne priremi të ham më shumë ushqime ngushëlluese, shpesh të pasura me sheqer, krip dhe yndyrë. Ham më pak fruta dhe perime të freskëta. Konsumojmë më shumë pije të nxehta të ëmbëlsuara. Dhe gjithë ky sheqer po e shkatëron sistemin ton imunitar. Kërkimet tregojnë se sheqeri mund të dobësojë aftësinë e qelizave të bardha të gjakut për të luftuar bakteret për deri në 5 orë pas konsumimit. Imagjinoni, një pije e ëmbël ose një ëmbëlsirë mund t'ju lërë vulnerabël për gjysmë dite. Nëse po konsumoni vazhdimisht sheqer gjatë ditës, sistemi juaj imunitar është praktikisht i paralizuar. Ushqimet e përpunuara gjithashtu mungojnë në fibra dhe lëndë ushqyese që mbështesin mikrobiomin e zorëve, ku ndodhet afërsisht 70% e sistemit ton imunitar. Një mikrobiom i shkatruar do të thotë një sistem imunitar i komprometuar. Çfarë duhet të bëni? Përqendrohuni në ushqime të pasura me lëndë ushqyese.
perime me gjethe të gjelbra, fruta me ngjyra të gjalla, arra dhe fara, peshk i pasur me omega 3, qep dhe hudhër që kanë veti antimikrobike. Konsideroni një suplement me vitamin D gjatë dimrit kur ekspozimi ndaj diellit është minimal dhe kufizoni sheqerin dhe ushqimet e përpunuara. Ju jeni ajo që hani dhe sistemi juaj imunitar reflekton drejt për drejt zgjedhjet tuaja ushqimore. Zakoni i tretë që shpesh neglizhon është dehidratimi. Shumë njerëz pinë shumë më pak ujë gjatë dimrit se gjatë verës. Kjo ka kuptim psikologjik, nuk po djersisim aq shumë, nuk ndihemi aq të nxehtë, prandaj nuk kemi aq etje. Por trupi juaj ka nevojë për ujë pavarësisht temperaturës së jashtme, dhe dehidratimi ka pasoja të rënda për sistemin imunitar. Uji është thelbësor për prodhimin e limfës, lëngu që bart qelizat e bardha të gjakut dhe lëndët ushqyese nëpër trup. Ai gjithashtu ndihmon në eliminimin e toksinave përmes veshkave dhe zorëve. Kur jeni të dehidratuar, këtu procese ngadalësohen dramatikisht. Mukozat në hund dhe fyt janë linja e parë e mbrojtjes kundër viruseve dhe baktereve. Këto mukoza kanë nevojë të jenë të lagura për të funksionuar siç duhet, duke kapur patogjen para se të hyjnë thellë në trup. Gjatë dimrit, ajri i thatë i ngrohjes qendrore tharë këto mukoza. Nëse nuk po pini mjaftueshëm ujë, ato bëhen edhe më të thata dhe më pak efektive. Dehidratimi gjithashtu mund të shkaktojë lodhje, dhimbje koke dhe përqendrim të dobët, duke e bërë më të vështirë për trupin të luftojë infeksionet kur ato ndodhin. Sa ujë duhet të pini? Udhëzimi i përgjithshëm është 8 gota në ditë, por kërkesat individuale variojnë bazuar në peshën, aktivitetin fizik dhe gjendjen shëndetësore. Një mënyrë e thjeshtë për të kontrolluar është duke parë ngjyrën e urinës, duhet të jetë e verdhë çelët, pothuajse pa kufizuar. Nëse është e verdhë e errët, jeni të dehidruar. Gjithashtu, mund të konsumoni lëngje nga çajra bimore, lëngje frutash dhe perimesh të holluar dhe ushqime me përmbajtje të lartë uji si supa, të cilat janë veçanërisht të këndshme gjatë dimrit. Mos e nënvlerësoni fuqinë e ujit, është thelbësor për çdo funksion trupi, duke përfshirë mbrojtjen imunitare. Zakoni i katërt është sedentariteti, veçanërisht i theksuar gjatë muajve të ftohtë. Kur temperaturat bien, shumë njerëz bëhen më pak aktiv fizikisht. Ndalojmë vrapimin në natyrë, shmangim palestrat dhe kalojmë më shumë kohë ulur në ofshe ose në divane. Ky mungesë aktiviteti ka pasoja të drejtpërdrejta për sistemin imunitar. Ushtrimet e moderuara kanë një efekt fuqizues mbi imunitetin. Gjatë aktivitetit fizik, qarkullimi i gjakut rrithet, duke lejuar qelizat imunitare të lëvizin më lirshëm nëpër trup dhe të identifikojnë patogjenet më shpejt. Ushtrimet gjithashtu shkaktojnë një rritje të përkohshme të temperaturës së trupit, e cila mund të ndihmojë në luftimin e infeksioneve, ngjashëm me mënyrën se si ethe natyrale e bën këtë. Studimet kanë treguar se njerëzit që ushtrojnë rregullisht të paktën 30 minuta aktiviteti moderuar, 5 ditë në javë, përjetojnë deri në 50% më pak ditë sëmundje nga infeksionet e traktit të sipërm respirator. Ky është një statistikë e jashtëzakonshme. Por ka një paralajmërim të rëndësishëm. Ushtrimet ekstreme ose intensive mund të kenë efektin e kundërt, duke dobësuar përkohësisht sistemin imunitar. Prandaj ekuilibri është kyç. Çfarë mund të bëni gjatë dimrit? Gjeni aktivitete që i pëlqeni brenda shtëpisë, yoga, pilates, ushtrime me peshën e trupit, vallëzim. Nëse moti lejon, vishuni siç duhet dhe dilni për shëtitje të shpejta. Madje edhe 10 deri në 15 minuta aktivitet të moderuar mund të bëjnë ndryshim. Gjithashtu, shmangni qëndrimin e gjatë ulur. Ngrihuni dhe lëvizni çdo orë. Bëni shtrirje. Ngjituni shkallëve në vend të ashensorit. Çdo lëvizje llogaritet dhe kontribuon në një sistem imunitar më të fortë. Trupi juaj është krijuar për lëvizje. Kur e privoni atë, të gjitha sistemet vuajnë, duke përfshirë mbrojtjen tuaj imunitare. Zakoni i pestë është ndoshta më i padukshëm, por njëkohësisht më shkatrues. Stresi kronik i pamenaxhuar. Dimri sjell sfida të veçanta që rrisin nivelet e stresit. Ditët e shkurtra dhe errësira e gjatë mund të shkaktojnë çrregullime sezonale të humorit. Presioni financiar rritet me festimet e fundvitit, dhe shumë njerëz ndihen të izoluar dhe të vetmuar gjatë muajve të ftohtë. Kur jeni nën stres, trupi juaj çliron kortizol, një hormon që në doza të shkurtra mund të jetë i dobishëm. Por kur stresi bëhet kronik, nivelet e kortizolit mbeten të larta vazhdimisht, dhe kjo ka efekte shkatëruese mbi sistemin imunitar. Kortizoli i lartë kronik zvogëlon numrin e limfociteve, qelizat kryesore që luftojnë infeksionet. Ai gjithashtu redukton prodhimin e antikorpeve dhe bën qelizat imunitare më pak të ndjeshme ndaj sinjalizimit. Thënë thjesht, trupi juaj po e fik sistemin e tij mbrojtës sepse është fokusuar në menaxhimin e stresit.
Pacientët më shpesh tregojnë se sëmuren pikërisht pas një periudhe të stresuar, pas një afati të ngushtë në punë, pas një konflikti familjar, pas një eventi të vështirë jetësor. Kjo nuk është një rastësi, është biologji e pastër. Çfarë mund të bëni? Identifikoni burimet tuaja të stresit dhe gjeni mënyra për t'i menaxhuar. Meditimi dhe mindfulness kanë treguar se ulin nivelet e kortizolit dhe përmirësojnë funksionin imunitar. Madje, 5 minuta frymarrje të thellë në ditë mund të bëjnë ndryshim. Mbani lidhje sociale edhe gjatë dimrit. Telefononi miq, takohuni me të dashur, bashkohuni në aktivitete komunitare. Izolimi përkeqëson stresin dhe dobëson imunitetin, ndërsa lidhjet sociale e forcojnë atë. Gjeni aktivitete që ju qetësojnë. Leximi, muzika, hobi krijues, koha në natyrë, madje edhe kafshët shtëpiake kanë treguar se ulin stresin. Dhe nëse stresi bëhet i padurueshëm, mos hezitoni të kërkoni ndihmë profesionale nga një psikolog ose terapeut. Shëndeti mendor dhe shëndeti fizik janë të pandashëm. Nuk mund të keni njërin pa tjetrin. Zakoni i 6 është mungesa e ventilimit dhe higjienës së duhur në ambiente të mbyllura. Gjatë dimrit, ne kalojmë deri në 90% të kohës brenda. Ne mbyllim dritaret për të mbajtur ngrohtësinë, ndezim ngrohjen qendrore dhe mblidhemi në hapësira të vogla me familjen, kolegët dhe miqt. Kjo krijon kushte perfekte për përhapjen e viruseve. Ajri i mbyllur bëhet një sup patogjenësh. Grimcat virale nga kollja dhe teshtitja qëndrojnë në ajër për orë. Sipërfaqet e prekura shpesh, dorezat e dyerve, ndrueset e dritës, telefonat, tastiera mblidhen me mikroorganizma. Dhe ajri i thatë nga ngrohja therron mukozat mbrojtëse të hundës dhe fytit. Një studim ka treguar se viruset e gripit dhe të ftohtësisë mund të mbijetojnë në sipërfaqe të forta për 24 orë ose më shumë. Nëse dikush në shtëpinë ose zyrën tuaj është i sëmur, ju jeni duke jetuar në një ambiente të kontaminuar. Çfarë mund të bëni? Para së gjithash, ventiloni hapësirat tuaja rregullisht. Hapni dritaret për të paktën 15 minuta në ditë, edhe kur është ftohtë jashtë. Ajri i freskët hollon përqendrimin e patogjenëve dhe sjell oksigjen të nevojshëm. Lani duart shpesh dhe siç duhet të paktën 20 sekonda me sapun. Ky është një nga veprimet më efektive që mund të bëni për të parandaluar infeksionet. Shmangni prekjen e fytyrës, veçanërisht syt, hundën dhe gojën, ku viruset hynë në trup. Pastroni sipërfaqet e prekura shpesh me dezinfektues. Përdorni humidifikator për të mbajtur lagështinë e ajrit midis 30 dhe 50%, gjë që ndihmon mukozat të qëndrojnë të lagura dhe funksionale. Dhe nëse jeni të sëmur, qëndroni në shtëpi. Kultura e të shkuarit në punë ose në shkollë kur jeni të sëmur, jo vetëm që vonon shërimin tuaj, por i ekspozon të tjerët ndaj infeksionit. Higjiena e mirë është baza e parandalimit. Mos e neglizhoni. Këto janë 6 zakonet që po e sabotojnë sistemin tuaj imunitar çdo dimër. Por lajmi i shkëlqyer është se çdo njeri prej këtyre zakoneve është plotësisht brenda kontrollit tuaj. Nuk kërkohen ndryshime radikale ose investime të mëdha. Kërkohet vetëm vendosmëri dhe qëndrueshmëri. Filloni me 1 ose 2 zakone. Merrni vendim për të fjetur më shumë. Vendosni të pini më shumë ujë. Bëni një shëtitje të shkurtër çdo ditë. Zgjidhni një mënyrë për të menaxhuar stresin. Dhe më pas, me kalimin e kohës, shtoni zakone të tjera të shëndetshme. Trupi juaj do të fillojë të reagojë. Do të vëreni se po sëmoreni më rrallë. Kur të prekeni nga një virus, do të shëroheni më shpejt. Do të keni më shumë energji dhe vitalitet. Sistemi imunitar është një aleat i fuqishëm, por ai ka nevojë për mbështetjen tuaj. Ai nuk mund të bëjë punën e tij nëse ju vazhdimisht e minoni përmes zakoneve të këqija. Dimri nuk duhet të jetë një stinë e vuajtjes dhe sëmundjeve të vazhdueshme. Mund të jetë një kohë për të qenë të shëndetshëm, energjik dhe rezistent. Por kjo varet nga ju. Merrni kontrollin e zakoneve tuaja. Jepini trupit tuaj mjetet që i nevojiten për të qenë fort dhe shijojeni dimrin me shëndet dhe mirëqenie. Faleminderit që dëgjuat sot. Këto janë këshilla të bazuara në shkencë dhe përvojë klinike. Zbatojeni ato dhe do të shihni ndryshimin. Rrini të shëndetshëm këtë dimër dhe kujtoni, shëndeti është rezultat i zgjedhjeve të përditshme. Bëni zgjedhjet e duhura.